mund të filloj 20 minuta. Një sekundë, signori, disa të shumë. Sta pretty weird at the hey. Are you okay? Po. Mirëdita të gjithëve, përsa e përfunduam një takim të radhës me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputetin Vladimir Arshiku, të cilin e falenderoj për bashkëpunimin, mirë po në të njëjtën kohë më duhet të konstatoj që bisedimet rezultuan të pasuksesshme, për shkak se asnjëra prej ofertave që ne kemi bërë nuk u pranua nga kreu I DDP-s. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me Lëvizjen dhe Vendosje dhe me partnerët e tjerë që I kemi në mazhëroncën prej 66 miliardëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministri të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Arshiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit të bashkëveprimit midis Lëvizjes së Vendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini që edhe para një viti unë pata shkruar një letër kryetarit Arshiku, më mirë ta bëjmë tash se sa më vonë koalicionin, nuk u bë as atëherë, as tash, dhe kjo është për ta ardhur keq, sepse në këtë mënyrë Kosova po shkon në zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme që I humbin kohë shtetit të Kosovës, por njëkohësisht edhe buxhetit të Kosovës mjetër. Së paku 10 milion euro kushtoi zgjedhja e re, se do të sjellim rezultate parafërsisht të përsërishura dhe të cilat nuk do të sjellin zgjidhje për shkak se sërish nuk ta kemi numrin prej 80 deputetëve për të siguruar quorumin në sallë. Unë edhe më tej besoj që zgjedhjet nuk janë të nevojshme dhe se është dashur të përpiqemi më shumë dhe sidomos nuk është dashur të refuzohet oferta jonë për bashkëqeverisje. Kur u refuzua oferta jonë për bashkëqeverisje, pra që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, në shpjegimin që vetëvendosja nuk duhet të ketë të 3 pozitat e larta shtetërore, atëherë ne bëm një ofertë tjetër për Lidhjen Demokratike e Kosovës, e kjo është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe e nën kryetarit të kuvendit të pësojnë një rokad, ashtu që ose nën kryetari I DDK-s ose dikush tjetër për cilën përcaktohet DDK-ja zë pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërkaq që kryetaria aktuale e kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, zonja Albulina Agjiu, do të bëhej nën kryetari e kuvendit aty ku tash është pozita e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë mënyrë ne do ta kishim edhe më tej qeverinë, nuk do të kishim zgjedhjet e panevojshme, por përveç kësaj Lidhja Demokratike e Kosovës do ta kryesonte legjislativën, do ta kishte kryetarin e kuvendit, ndërkohë që për kandidatin ton, Blau Konjucën, ne nuk kemi kërkuar vot për nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata vetëm le të votojnë si të duan, pra abstenim kundër edhe për le të votojnë, sepse konsiderojnë që qasje shtetëformuese, shtetëndërtuese, progresive, është ajo në të cilën deputetët si të zgjedhur të popullit e marrin të drejtën e tyre edhe si detyrim, si llogaridhënie, si përgjegjësi nga atyre që I përfaqësojnë, por njëkohësisht edhe për funksionimin sa më të mirë të mirë të shtetit tonë dhe të sistemit të tërësisë institucioneve të Republikës tonë demokratike parlamentare. Por as kjo nuk U pranua, pra ishte një mundësi që të mos thuhet që të 3 kandidatët vinë nga subjekti vetëvendosje, edhe pse qartazi në rast të zgjedhjes kandidatit të lëvizjes vetëvendosje, në atë rast I zgjedhuri nuk do të ishte edhe antari I lëvizjes vetëvendosje, por megjithatë natyrisht do të vinte nga subjekti
vetëvendosja dhe në fund do ta kishim një president I cili ka pushuar si qenin antari I vetëvendosjes, kryetari I kuvendit do të ishte nga LDB-ja dhe ne do të vazhdonim punën tonë si qeveri, me qenë se nuk u pranua bashkëqeverisja e insistohej që vetëvendosja të mos I ketë të tri funksionet. Dhe tash nuk kemi se çfarë ofertash të tjera të bëjmë më, në ndërkohë që as nuk u kërkuat diçka tjetër prej nesh. Ju kemi dëgjuar deklarimin e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të diasporës, nënkryetarit të parë të lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufës, I ka thënë se unë tërhiqem nëse ka figurë konsensuale, pra ne nuk I kemi pasur asnjëherë me çdo kusht Glauko Njufës dhe nuk është e rastësishme që ne kemi propozuar Glauko Njufës më pak se 30 orë para mesnatës përmjet 5 e 6 marsit, ndërka që kundër kandidatën, deputetën tonë Fatmire Mulhaxha Polçaku, kemi propozuar më pak se 3 orë para mesnatës përmjet 5 edhe 6 marsit. Pra, ne nuk kemi qenë asnjëherë të interesuar që të jemi total tek udhëheqja e shtetit në të tri pozitat e larta, mirë po kur askush nuk sjell asnjë emër, ne ishim të detyruar që të ecim përpara si fitues të zgjedhjeve, le të mos harrojmë që për herë të parë ushtërinë e Kosovës, një subjekt politik I ka 51% dhe kjo ka qenë nuk është e paparë dhe pa imagjinueshme, dhe si ky është vullneti I popullit. Tash ne nuk mund të krijojmë bashkëqeverisje, bashkëpunime në kundërshtim me vullnetin e popullit, në kundërshtim me rezultatin e zgjedhjeve dhe unë mendoj që nuk është mirë që të keq përdoret çështja e quorumit në mënyrë që të mos njihet rezultati I zgjedhjeve. Dhe përveç kësaj, subjekti lëvizja vetëvendosje me 57 deputet ose si mazhorancë 66 deputet, ne jemi të vetmit që kemi sjell emra. Ju e dini që ka qenë edhe emri Andil Kurtit. Në këto takime që kam zhvilluar unë 2 takime me kryetarin e PDK-s Bedrim Hamzën dhe shumë më tepër takime me kryetarin e LDK-s Limrat Xhikun, vetëm lëvizja vetëvendosje është ajo e cila flet me emra të përveçëm. Të tjerët nuk po flasin emra të përveçëm, kam përshtypjen që shumë më tepër është folur për emra të përveçëm në vitin e kaluar kur bëhej fjalë për kryetarin e kuvendit, sesa tash për presidentin, ndërkohë që pikërisht emri I përveçëm I presidentit e bën situatën singulare, sepse aty është shumë e rëndësishme kush është emri dhe mbiemri që propozohet dhe do të zgjidhet. Pra edhe një herë po them, në këto takime se të kemi mbajtur, nuk kemi pasur kërkesa, nuk kemi pasur oferta dhe nuk kemi pasur propozime me emra të përveçëm. Që të gjitha këto I ka thënë vetëm lëvizja vetëvendosje, nëse nuk ndryshon diçka në këtë ditë të mbetura, atëherë thjesht mua më mbetet të konstatoj që ka më shumë dëshirë, vullnet, interesim për zgjedhje të reja, sesa që kjo prezantohet. Ministra, a bëni më përpjekje për ta zgjedhur presidentin? A do të dërgoni një seciltare Partisë Demokratike për të gjetur një figurë konsensuale në këto ditët e fundit të afatues? Dhe pse është kaq e vështirë për lëvizjen vetëvendosje ose kaq I rëndësishëm posti I presidentit për lëvizjen vetëvendosje përderisa keni qenë të gatshëm për bashkëqeverisje me LDK-n, pse ju me afru një propozim BDT për president? Partia Demokratike e Kosovës ka thënë që ne nuk I kemi as përsosur në numrat për të pasur presidentin. Dhe ju duhet ta kuptoni që Partia Demokratike e Kosovës ka 15 deputet. Me 15 deputet mundesh me mbledh në shkrimet vetëm për gjysmë një kandidat. Se edhe për kandidat, për president, të duhen 30. Për të zgjedhur të duhen 61 në raundin e tretë, se I kemë 2 raundet e para të dytë. Pra, me fjalë të tjera, ata nuk kanë qenë të interesuar sepse kanë thënë që s'kemi numra për këtë gjë. Përmes marrëveshjes politike sigurisht. Nëse ka pas ndonjë ide për ndonjë figurë konsensuale, është dashur të ma thonë, ka diçka jashtë prej partive politike. Në këtë kuptim, nuk po insistojmë ne që me dojë mos të kemi të tri pozitat. Nuk po insistojmë. Ne, pra siç e kuptuat, nga oferta e dytë, ne kemi propozuar që të ndrojmë vendet nën kryetari I LDK-s me kryetarin e kuvendit nga radhët e vetëvendosjes. Nën kryetari I LDK-s që është edhe nën kryetar I kuvendit. Por nuk u pranua një gjë tjetër. Pra nuk mund të thuhet më tutje
që vetë vendosja intereson, insiston në tri pozite. Ajo që intereson lëvizjes në vendosje, qeverisë së Republikës është që të kemi mbarvajtje punë. Ju e dini që unë ngele me kryeministrin e tij. Me atë çka do të mund të mbetet mondi Kosova është pa parlament, që në fakt është arena kryesore e opozitës. Prandaj është një situatë për Ministra, do keni takim me Bedri Hamzën, apo keni takim me Bedri Hamzën? Jeni me citim shumë. Qëllimi ynë është që të ketë mbarvajtje të proceseve dhe të mos shkojnë në zgjedhje të përsëritura të panevojshme, që nuk besoj që i dojmë qytetarët e Republikës. Por duhet ta kuptoni, nuk mund të kemi zgjedhje të cilat janë kundër zgjedhjeve që ne i patëm para diç më shumë se 100 ditë, përkatësisht me datën 28 dhjetor. 57 deputet vetëvendosja, mazhoronca është 6-6. DP-ja ka 15, PDP-ja ka 22. PDK-ja është 1/3 e mazhoroncës. Ndërkohë që nga unë ka kërkuar që të bëj marrëveshje politike blanko, pa ma dhënë asnjë emër, e ku ata i propozojnë të dy kandidatët, të cilëve ne jo asigurojmë ushtrimet dhe në fund edhe u votojnë njërin prej tyre. A e kuptoni situatën e pamundur në cilën ndodhen unë si kryeministër dhe kryetari i lëvizjes vendosje fituese në raport me partitë opozitare e bazuar në rezultate zgjedhore. Pra, disa gjëra që diskutohen sot është thua se vetëvendosja i ka 40 deputet e këto dy parti tjera nga 30. Më falni, po është 57 me 22 dhe me 15. Është 66 me 22 dhe me 15. Prandaj ne duhet ta respektojmë vullnetin e popullit dhe mbi këtë ta bëjmë një marrëveshje e cila është konsenzus shtetëndërtues. Konkretisht për pyetjen e juaj, unë porsa përfundova këtë takim, para se të vi të ju, i dërgova një mesazh kryetarit të PDK-s Hamzës dhe thash le ta shohim se çka është e mundur që të ecim përpara, por në këtë rast dua të theksoj që propozimi ynë, oferta jones nga u refuzua për bashkëqeverisje në Zgjedhjen Demokratike të Kosovës ka qenë ekskluzive për vitin. Zoti Kurti, me qenë se ishit i gatshëm që t'ua japni postin e kryeparlamentarit të DK-s, pse jo presidentin? Po pse nuk diskutohet për president, me qenë se edhe ashtu pozita e kryetarit të Kuvajtit është e dyta sa i përket. Së pari, jo duhet të kuptoni diçka që vetë Liga Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar asnjëherë që asaj takon presidentit. Pra, ju duhet ta kuptoni situatën e vështirë që ndodhem unë. Nuk mund të bëhem unë më LDK se LDK-ja. Pra, vetë Liga Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar që asaj takon pozita e presidentit. Dhe nuk i ka kërkuar një gjë të tillë. Unë nuk mund të ofroj në negociata çka kërkohet nga palati. Zoti Arti Xhiku tha vetëm për president. Vetëm ti përgjigjesh. Jeni me nxitim shumë. Jo. Do të thonë, nuk ka mundësi unë të ofroj çfarë ata më kanë thënë që nuk e kërkojnë. Ekzistojnë disa rregulla elementare në bisedime me midis palë. Dhe Liga Demokratike e Kosovës me 15 deputet, siç ka dalë nga zgjedhjet e fundit, nuk beson që ka të drejtë të kërkojë pozitën e presidentit. Pra ajo vetëm çfarë ka thënë është që vetëvendosja nuk bën të ketë të tri pozita. Në atë situatë ne e bën një ofertë, unë besoj shumë të përshtatshme, se faktikisht nuk u pranua sot. Edhe një herë po e ritheksoj. Është dallimi shumë i madh në këto vota që të mund të bëhet gjithfar hamenësime, sepse ne edhe nuk mund të shkojmë kundër vullnetit qytetar. Unë e di që ka dikush që ndoshta do të dëshironte që vetëvendosjet mos e kalojë as pragun. Por s'është mundshme kjo gjë. 57 deputet, 51.1% populli i Kosovës e ka dhënë vetëvendosjes. Pa u respektuar kjo nuk mund të ketë marrëveshje. Zoti Kurti 34 ditë Kurti pse nuk i propozoni ndonjë emër tjetër që nuk do jetë më konstitucional dhe në 28 të konsiderohet të vendi shpërndar në rastin e një zgjidhje që na duhet të data në përshtatshmëri ne kemi provuar për kandidat konstitucional dhe nuk kemi arritur. Në ndërkohë parti tjera opozitare nuk kanë sjellur asnjë emër në përputhje me kriteret që i kërkonin për ne. Për neve kërkonin kritere, por me ato kritere nuk kanë sjellur një propozim. E tash, unë jam kryeministër dhe ne kemi propozuar si lëvizje vetëvendosje njeriu e dytë më të votuar në historinë e Kosovës, Glau Komici, për të cilën
besoj që gjithë pajtoheni që ka mirë kuptim e dashamirësi edhe nga opozita duke shumë më lartë se për ju. Pra ne nuk po kemi propozuar opozitës dikë që ata e duan më pak se ne, po dikë që ata e duan më shumë se ne. Dhe Glauku Njusi ka mbi 380.000 votë. Glauku Njusi është njeriu i dytë më i votuar në historinë e Kosovës. Atë e propozuar. Nuk u thot kur unë jam kryeministër i rizgjedhur. Dhe sërish, po të kishte ndonjë figurë konsensuale, ne me njëherë do ta pranojmë. Dhe mos harroni, po e ritheksoj, që Glauku Njusin e kemi propozuar më pak se 30 orë që nga skadimi i atij afatit përkatës në natën ndërmjet 5 edhe 6 marsit, si subjekt fitues nuk mund ta prisni mesnatën ndërmjet 5 dhe 6 marsit pa propozuar asnjëherë. Dhe ne e bëm këtë kur pam se askush nuk përsel asnjëherë. Pra, ky është problemi që kemi si qeveri, me qenë se ka një lloj vullneti për të keq përdorur faktin që duhet të qëndrojmë 80 veta në sallë, ku për bindjen time shumë më rëndësishme është funksionimi demokratik i Kosovës, mbarvajtja e projekteve edhe proceseve, edhe shumë të mira që na presin edhe nga bashkësia ndërkombëtare, por natyrisht me kushtin e një lloj stabiliteti institucional. Kryeministër, thatë që Beti Hamza të kemë 34 vjetë kanë mbetur edhe 7 prej 34 sa caktoi gjykata kushtetuese. Për PDK-n ju si keni shfrytzuar këtë ditë në mënyrë serioze për të diskutuar për zgjedhjen e presidentit, për faktin që keni insistuar në kandidat që janë partijak, që vjen nga vetëvendosja. Dhe kjo sipas opozitës rrjedhimisht PDK-s është e papranueshme. A jeni gatshëm për hir të një kompromisi të ofroni një apo dy oferta siç ja keni ofruar PDK-s, LDK-s, këtë rast PDK-s? Ju thotë sipas PDK-s rrjedhimisht opozitës nuk është pas. Edhe një pjesë e opozitës. Pra, së pari, nëse PDK-ja është serioze, atëherë do duhet takosh. Mua më tha që nuk mund takohemi pa u pritur atë gjykimin e gjykatës kushtetuese. Dhe kur nuk ndodhi, kur u bë atë gjykimi i gjykatës kushtetuese, nëse prapë nuk ndodhi takim. Pra, se flet për seriozitet dhe për përkushtim në proces, së paku duhet takohemi. Ju e dini që deputetët edhe kryetarët e partive politike bëjnë aq shumë takime. Po, disi përveç me mua. Kjo është mungesë serioziteti dhe sinqeriteti nga ana ime. Unë jam shumë i interesuar, i gatshëm, i hapur që të takohem. Po, ka një farë bojkoti. Tash mund të humbtoni në palën tjetër, s'është e mundur që të thuash se dua të merrem vesh, por ja që nuk pranoj takohem. Mbani mend edhe vitin e kaluar, çfarë bllokon. Por duket që 28 dhjetori po mohohet, thosë s'ka ndodhur kur gjallë. Dhe thosë edhe më tutje ndodhen në vitin 2025. Unë nuk e di për të tjerë, por unë besoj që në vitin 2025.